Pa zbuluar në një sekret profesional, përse është ky komiteti i FIFA-s i avokatëve, juristëve? Përse ndodhesh në Gjenevë, nderuar? Këto bisedat private nuk i kishim lënë që t'i bënim në publik. Jam në komitetin ligjor të UEFA-s. Komitetin ligjor të UEFA-s, pra je për arsye pune, pra kjo është historia. Okej, mirë, perfekt. Atëherë si antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Herën e fundit që folëm këtu në studio për kombëtaren, kishim Bendervishen, zëvendës presidentin. Atëherë, më thuaj pak për tani që gjithçka ka mbaruar dhe ne dim që do shkojmë play-off. Dhe është historike, sido që të shkojë shorti, play-offit, gjysmëfinalja play-offit, finalja play-offit. Çfarë atmosfere kanë federatë? Është atmosfera që nuk ka shumë vend me atë, italianët kanë atë shprehjen që salire sul carro dei vincitori. Ati është bërë shumë ngushtë, edhe kjo është pak a shumë atmosfera. Okej. Çfarë vlerësimi ke ti vetë si njëri që merr shumë vesh nga futbolli, je i kudo ndodhur nëpër studio e tjerë, si? Jo, nuk di mirë. Merr vesh nga futbolli, pse e ndyshim që Envis ka merr vesh nga futbolli? Mos ta gjatë është po. Mos analizën Champions League-s është niveli më të lartë. Vlerësimi i ska se po bëjmë batuta këtu me të ftuarit, vlerësimi tënd personal për ecurinë e kombëtares deri në këtë moment. Tashi kualifikueset nuk besoj se nëse përtej shakave, përtej gjërave, domethënë që janë rezultat mendoj i gëzimit, nuk besoj që para 8 muajsh nëse ne do thoshim që në fund të kësaj do ishim në vend të dytë mbas Anglisë, nuk mendoj që dikush kishte parë ëndra që do linim Anglinë të dytën. Shumë njerëz do thoshin edhe e kanë thënë edhe domethënë e kanë thënë deri vonë që është shumë jo realiste, është shumë e pamundur etj. Kështu që unë nuk kam menduar që është e pamundur, sepse Serbia për mua doli pikërisht ajo skuadër që unë mendoja, që ishte një skuadër me shumë probleme, edhe psikologjike, edhe ambientale, edhe sportive. Domethënë, kështu që ky nuk ishte një mision i pamundur. Unë mendoj që ata kanë bërë detyrën, ndoshta pak më shumë se detyrën, dhe kanë bërë një arritje shumë të madhe. Tani kjo arritje duhet plotësuar ende më tutje, mendoj që ka ende hapësira për të përmirësuar. Një pyetje për Silvinjon, jeni të kënaqur me Silvinjon apo sipas filozofisë sa kohë ai fiton? Okej. Shiko, Silvinjo ka pasur disa periudha tani, se u bë dhe Silvinjo si Picasso, domethënë. Ka pasur atë periudhën e parë që ishte periudha e mrekullisë, domethënë gjatë Evropianit, kur dolëm të parët, atëherë nuk ishte i padiskutueshëm. Pati periudhën e Evropianit, ku pati kritika, edhe kritikat nuk kanë gjë të keqe, domethënë. Për faktin që ndoshta ato 3 ndeshje që ishin 3 ndeshje shumë vështira që kishim Evropian, mundet ndoshta të kishim marrë në një hapësirë më tepër. Me Spanjën jo, se nuk besoj se është e mundur, po 2 ndeshjet e para. Pati periudhën e Nation League, ku sërish u vu në vështirësi, le të themi, dhe pati periudhën e këtyre eliminatorëve që tani po ribëhet hero sërish i shqiptarëve, është fati i gjithë trajnerëve, domethënë. Trajnerët janë të lidhur me këtë gjë. Unë mendoj që në ato ndeshjet e fundit në Nation League, lojtarët diçka që duan, ndoshta nga euforia, ndoshta nuk e vlerësuan si duhet, edhe nuk i morën më të mirën atij kompeticioni. Kurse në rastin e eliminatorëve për botrorin, të kësaj eliminatore, ata u treguan më të përqendruar, dhe për këtë se po ta vini re, nuk është se Silvinjo ka ndryshuar shumë, domethënë, nuk është se Silvinjo për shembull, të gjitha ato ndrimet për shembull që ja kërkojnë të gjithë më herët, nuk është se i bën. Okej. Okej, se mbaj mend që e kam pyetur dhe Dukën për këtë historinë e ndrimeve që kur ka qenë në Europian. Një pyetje të fundit kam bashkë, i nderuar, që edhe unë t'ju lë të riktheheni shkresave ligjore të Komitetit Juridik të UEFA-s. Pyetja që kam është për parat.
keni fituar shumë para si federat nga ndeshjet e fundit, se një lajm që pash ishte që vetëm nga ndeshja me Anglinë nuk e di se sa të pasur jeni bërë. Shiko, tani duhet ta dish që unë në jetën time, ti e di, po duhet t'ja thuash dhe publikut që parat janë gjëja e fundit që më interesojnë dhe nuk pyes asnjëherë për parat. Ti je si Bernie Sanders, Ti i përket reaksionarëve, unë nuk i përkas asaj kategorie, domethënë që se reaksionarët e kuptojnë botën nëpërmjet paras, edhe stomakut. Unë nuk e di këtë gjë, domethënë, kështu që mirë, atë po riformuloj pyetjen, a është Federata Shqiptare e Futbollit më pasur nga çishte përpara këtyre eliminatorëve? Federata Shqiptare e Futbollit është më pasur sepse Federata e Futbollit është një organizatë që prodhon shumë para. Jo thjesht nga eliminatorët, po prodhon para. Domethënë, është ditë administroj mirë ato mundësi që ka. Do të shtosh diçka avokat apo ta mbyllim bashkë, të vazhdojmë me studion? Si lutem? Do të shtosh diçka avokat apo ta vazhdoj unë me studion bisedën, ta mbyllim bashkë? Dua që të lutemi të gjithë për një short të mirë, dëgjova dhe ato si më të parashikimet tuaja. Tash të shohim kush është më i logjikshëm, kush është më të kemi një short të mirë. Kemi short mirë në ndeshjen e parë, se pastaj është ndeshja e dytë, kështu që shiko, ka një diskutim ende, ndoshta nuk është vendosur akoma në lidhje me formulën e ndeshjes dytë, mund të ketë ende në një diskutim, sepse që një skuadër ti luajë të dyja ndeshjet jashtë, është një padrejtësi shumë e madhe. Sepse në këtë formulë që ka lexuar është me short ndeshja finale, hidhet short. Po, skuadrat me fashës më të lartë praktikisht kanë 75% mundësi, sepse në të dytën hidhet short, dhe skuadrat e fashës së parë kanë 75% mundësi që në këto muhabetet e parave që bëni ju, por nuk i bëni vetëm ju, i bëni edhe të tjerë. Është shumë e padrejtë që një skuadër të ngarkohet, të humbasi kaq shumë parave, të ngarkohet me shumë shpenzime, të bëjë 2 udhëtime jashtë, 2 hotele jashtë, 2 kampe jashtë. Në fair play financiar do të thuash të UEFA-s nuk është shumë fair play kjo formulë. Kështu që ndoshta ka ende një hapësirë për ta ridiskutuar. Por këtë do të diskutoni nesër apo ja? Jo, s'kam punun me këtë. Kjo është e kompeticionet. Këtë ka zëvendës presidenti UEFA-s, Armanduka. Mirë, të falenderoj. Kanë kompeticionet. Kjo ishte sa për një shaka të fundit. Falenderoj Invicka shumë për këtë lidhje drejt për drejt. Nuk kujtohet hera e fundit kur ishe në studio që shkëlqeu studio. Do kalojmë. Herën e ardhshme do vish prapë. Të falenderoj shumë. E mbyllim lidhje me Invickën. Atëherë për ty ka çaj çdo kush që nuk ka luajtur futboll, nuk përveç ka futbolli, nuk është futboll. Po pyes po. Jo, ti bësh një pyetje esenciale tjetër, që ju përket juve. Më thuaj. Pse ka vendosur komiteti biletën më të shtetë në botë? Atë kom të kësaj të ndeshjes. Po kujtove? Kjo është problemi i gjithë njerëzve. I gjithë tifozët shqiptarë. 500 euro një bilet, 300 euro një bilet. Me ty kam zëllëgjarën, komiteti zhvëti ka vendosur. Qa e vendosur çmimin? E çdo biletës, e çdo ndeshjes. Unë pyeta për një gjë se më kujtoj të çmimin e biletës. Atëre, bileta me Andorrë, në Kashi, ishte 150.000 lekë. 150.000 lekë. Ndërkohë, ndeshja e Kosovës, që ishte play-off për të ngjitur në Ligën B, me Islandën ishte 10 euro në të njëjtin pozicion, i kam parë të dyja. Se unë shkoj i shikoj të dyja. Ishte 10 euro. Kosova herë e parë që ka shku bileta shumë shtrenjtë ka qenë kjo me Zvicrën. Dhe sot u qelloi tërë se shi shumë. Për të parë kjo 10 euro bë 20 euro. Kurse tek ne kishim problem, për shembull, unë pa shumë zyrtar të nivelit të lartë që ishin tek zona VIP, që është 500 euro bileta. Ne me ligje disa e kemi dhuratën e diti, 100 euro. Kjo është pyetja ti bësh aty zotërisë. Aty zotërisë. 100 euro para 5 euro. Dumani ku ishte se pash në foto? Ishte te VIP-i aty ku është bileta 500 euro. Aty ku është bileta 500 euro. Po mirë, ato janë bileta se kam di, po domethënë jo të gjitha biletat që janë 500 euro shiten 500 euro. Si shiten? Shiten dhe më shumë. Jo, duron. Si the edhe biletë